duke i kushtuar buxhetit shtetit mbi 200 milion euro çdo vit që futen për kompensimin e skemës pensioneve. Nga ana tjetër, një pjesë e konsiderueshme e pensioneve janë pensione të ulta dhe shumë të ulta, çka bën ndesh me politikat sociale, çka bën ndesh me gjithë nevojën dhe domosdoshmërinë që shtresa e pensionistëve të jetë më e paguar me pensione që të mund të bëjë një jetë paktën më dinjitoze duke përballuar sidomos sfidat kryesore të ekzistencës. Kështu që në këtë kuadër sugjerohen disa masa që janë domosdoshme. E para, nëse më lejoni mund të përmend për të diskutuar, është heqja ose modifikimi i kufizimit të 15 viteve punë që ne kemi pasur për të marrë një pension. Sugjerohet që ky kufi të hiqet edhe të kalojë në një moshë nga 70 në 72 vjeç, pra ai që ne e quajmë pension social, të jetë më i qëndrueshëm, të jetë pak më i madh dhe të përfshihet më shumë në politikat sociale se sa thjesht në skemën e pensioneve. Kështu që në këtë aspekt, kjo është një masë e rëndësishme që do ndikojë në një kategori që aktualisht konsiderohet si kategoria më pak përfituese ose kategoria me pensione më të ulta dhe më të paqëndrueshme.